Ka pregatit një raport, në fakt, se ka pas mirë më pyte shumë faleminderit, në fakt, ishte para vitit ri, këtu ka pas një raport, ka taku me autoritetet dhe unë i kam takuar, unë isha dhe tashti para ca ditë është atje, po pregatit një raport për Shqipërinë, por, shiko, qeveria vendore nuk ose ka ato nivellet më të mira, pavarësisht se ne kartën kemi ratifikuar dhe firmosur në 99, bëjmë progrese të ulta, po sigurisht ka nota kritike. Referuar këtyre notave kritike, jo më pra tashti edhe ky debati politik që është hap këto 2 muajt e fundit për të rishikuar dhe për ta ribërë përsëri reformën territoriale, sepse policia bashkake, keq ujësielësat, keq menaxhimi i mbetjeve, keq transporti publik, keq. Atë i bi që ta shembim një herë dhe ta ndërtojmë nga e para. Sa bashki do bëjnë? 100 bashki? Nuk e dihet. Okej. Të lutem, përsërit edhe një herë akuzën dhe kujt ja drejton këtë akuzë? Vetëm qeverisë. Ka shumë gabim qeveria që nuk beson tek institucionet lokale, edhe pse me problematikën e tyre janë institucione kushtetuese, duhet ju besohet, kur ju besohet 1.2 miliard euro, si nuk ju besohet ka një komandant për drejtuar policinë bashkiake, ka që shfare e thjeshtë. Unë të falenderoj shumë për zërin që ngrite në këta akuzë.